Për 2 dekada me radhë, ky dyqan i vogël suvenirësh në Durrës ka pritur dhe përcjell me mira turistë e vizitor. Ata janë larguar prej tij, duke marrë me vete një copës Shqipëria. Por muajt e fundit ekzistenca e mëtejshme e këtij biznesi të vogël është vënë shumë në diskutim prej projektit TIT. Para 5 vitesh ka qenë landi i komunës, kryetari i komunës, bashkë me një 4 amerikan, por që në anglisht, për njeri folte shqip, edhe më tha mu, qa ka që matin, se u bëra kurioza. Tha jo zojnë, tha, po ne po rrugullojmë, tha, po shohim, tha, se dyqani i vogël është për restaurim. Edhe mendojmë se do bëhet shumë i bukur me gura, me kangjëlla, edhe në qoftë se ty do të merret 1 metër këtu, tha, do të kalojt metri tjetër anë, do të rregulloj dyqani, do të restaurohet, do bëhet fantastik, si në Krujë që kemi bë. Kjo ishte, s'dija gjë tjetër Rita. Unë po ta dinja, si po lëviz tani, kisha lëvizur më përpara. Po këto e majten aq të fshehur, aq me kupol, sa këto thënë po i vjen njerëzit gjumë, edhe do vlen gjumë. Rita Kazazi ka qenë përgjatë këtyre 2 muajve të fundit zëri më luftarak i 74 familjeve dursake që do t'u prishen shtëpitë dhe bizneset, kurse shtëpinë një katëshe të saj dhe dyqanin e suvenireve që do të prishet për 2 stola, siç thot ajo, revolta e kësaj 73 vjeçareje forcohet dhe më shumë. Në botë, s'është dëgjuar të prishet shtëpia për 2 stola. Të thash, ishte do i projekt, rrugë, spitale, e qa mund të bëhet, mo jam dakord. Ngjitur me shtëpinë e saj, është një godinë 2 katëshe e braktisur prej vitesh, e cila do të restaurohet. 2 shtëpi ngjitur njëra tjetrës, por me 2 fate shumë të ndryshme. Për 64 metra katror truall, nga të cilat 53 metër katror ndërtim, familja Kazazi do më shpërblehet me 47 milion lek të vjetra. Kur them politike, është tamam politike, sepse këtë 2 katëshën e ka njeriu i politikës, baba dhe mama e Kovaçit. Do me thënë, kjo është thjesht me më prish mu, me i hapa borin ti. Edhe thonë më zgërti, po do kërthash, se është partijake për këto, jo për mua. Unë e miri i thjesht, dua të jetoj. Sa do më shpërblehesh? 47 milion lek. Është turp i Zotit. Dhe me këtë shumë, ku mund të përfundosh ti që të... Rrugëve. S'ka as gazonjere. Gazonjere ti shëmbon 50 milion. Me patosin që e karakterizon kur flet gjatë protestave, Rita është bërë shumë virale në rrjetet sociale. E pikërisht prej këtyre videove, shumë klientë të rregut të saj kanë mësuar fatin e trisht që rrezikon të ketë ky biznes i vogël. Pardje, një çift nga Kosova, që janë klienta të përvitshëm dhe 2 herë në vit, vinë më takojnë se më kam pa në televizor, nëpër telefona dhe më tha si ka mundësi të bëjmë një foto bashkë, ta kemi kujtim, tha, po kjo është një terrorizëm, tha, që të prishet një suvenir i bukur i vogël. Rita 73 vjeçare ka disa muaj që është prishur qetësia. Edhe kjo grua, nën dhe gjyshe kaq luftarake, ka momentet e saj shumë të brishta. I bëj thirrje kryetarës bashkisë, bashkë me stafin e vet, nëse ka nën dhe ka zemër dhe ka gjak, të lutem më le të vdes këtu ku kam lidhur në Durrës. Është një thirrje që dhe tash që po flas, më vjen të qaj. Nëse kanë mëshirë. Po është turp që të heqë dursa kumpura për 2 stola. Prej ditësh, 74 familje që preken nga zbatimi i projektit TIT kanë nisur të kërkojnë mbështetjen e familjeve dursake për nënshkrimin e peticionit kundër shpronësimeve të padrejta. Rreth 500 qytetarë janë solidarizuar me kauzën e banorëve të zonës historike të Durrësit, sepse nesër fatin e këtyre familjeve që rrezikojnë shpronësimin mund ta kenë dhe shumë të tjerë. Këtu deri tash 4 ditë 500 firma kanë edhe vetëm dursakët, se thotë sot ra plani kënej, nesër vjen nga shtëpia jon. Domethënë kanë jetën të pasigurt, jo unë, por çdo dursak dhe shqiptar në këtë vend.